vendosur, kemi angazhuar në dispozicion të pensionistëve 1.7 miliard euro plus që do të disbursohen gjatë mandatit ton të 4, duke filluar nga janari i vitit që vjen. Dhe çdo vit do të financohet 2 fishi i vitit më parshëm. Pra, çfarë pensionistët do të marrin në 2026, do të 2 fishohet në 2027, do të 3 fishohet në 2028, do të 4 fishohet në 2029 dhe do të 5 fishohet në 2030, që do të thotë do të arrim objektivin që pensionin mesatar të plot në zonat urbane ta kemi 400 euro dhe pensionin minimal në zonën rurale ta kemi 180 euro. Është një sforco shumë e madhe nga pamja financiare, por është një sforco që ne më në fund mund ta bëjmë pasi jo vetëm është diçka që e kemi synuar dhe dëshiruar